Të ardhurat në buxhetin e shtetit kanë arritur nivele historike në 2 muajt e parë të vitit, duke reflektuar, sipas qeverisë, efektet e reformave dhe mirëadministrimit fiskal. Në një konferencë për media të dhënë këtë të hënë me fokus progresin ekonomik të Shqipërisë dhe përmirësimin digjital, ku të pranishëm ishin Ministri i Financave Petrit Malaj, Drejtori i Doganave Besmir Beja dhe Drejtori i Tatimeve Ilir Binaj, Malaj deklaroi se për periudhën janar-shkurt janë mblidhur 130 miliard lek, ose 11.5% më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë, ndërsa theksoi se kjo ecuri pozitive pritet të vijojë edhe në muajt në vijim. Për sa i përket të ardhurave, ashtu siç edhe paraqitet në prezantim, të ardhurat kanë arritur nivele historike. Kanë arritur nivele historike si rezultat i reformave strukturore, si rezultat i mirë administrimit, por pa diskutim kemi edhe një rritje të ndërgjegjësimit fiskal nga të gjithë qytetarët shqiptar, operatorët ekonomik apo tatim paguesit. Në vetëm 2 vite, në vitin 2025, dhe ajo që ne planifikojmë për vitin 2026, janë mbi 1 miliard euro të ardhura shtesë, të cilat ne planifikojmë dhe që në fakt përkthehen në më shumë investime, në më shumë shkolla, në më shumë spitale dhe në më shumë mirëqenie për qytetarët shqiptar. Kjo rritje, pra në të ardhurat e buxhetit shtetit, është një rritje që nuk vjen si rezultat i rritjes së taksave, nuk vjen si rezultat i rritjes së barës për qytetarët shqiptar, por vjen si rezultat i forcimit të mirë administrimit tatimor dhe doganor. Drejtori i përgjithshëm i doganave Besmir Beja tha se kanë forcuar kontrollet nëpër dogana, duke integruar edhe inteligjencën artificiale në luftën kundër kontrabandës dhe mashtrimit fiskal. Angazhimin tim për reformimin dhe administrimin dhe modernizimin e administratës doganore shqiptare drejt standardeve të një dogane të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Administrata doganore ka në fokusin kryesor harmonizimin e praktikave doganore me standardet më të mira, duke lehtësuar tregtinë e lishme dhe duke rritur fokusin e analizës së riskut dhe kontrollit drejt fenomeneve të palishme si kontrabanda apo trafiqet, që cënojnë buxhetin e shtetit si dhe ekonominë e vendit. Instrumenti kryesor nëpërmjet cilet ne synojmë të arrijmë këtë qëllim është nëpërmjet analizës riskut duke përdorur inteligjencën artificiale. Doganat shqiptare kanë si qëllim të ndërmarrin një transformim të plot digjital dhe institucional të frymëzuar nga praktikat më të mira të vendeve të Bashkimit Evropian. Drejtori i tatimeve Ilir Binaj thot se deri më tani janë 130.000 qytetar që e kanë plotësuar deklaratën e të ardhurave personale. Diva, ai tha se presin që ky numër të shkojë deri në 180.000. Digitalizimi i shërbimeve është nga shtyllat kryesore të administratës tatimore për të përmirësuar shërbimet ndaj tatimpaguesve. Gjatë vitit 2025 u implementuan disa shërbime digjitale dhe nga më të rëndësishme do të përmendja digitalizimi i aplikimit për shmangje taksimit dyfish, paraplotësimi i deklaratës të VSH-s, afati për finalizimin e së cilës në objektivat e parashikuara në MTRS, strategjia afatmesme të ardhura dhe në planin e rritjes, growth plan ishte fundi i vitit 2026. Parambushja e deklaratës të VSH-s rriti nivelin e deklaruesve në afat dhe rezultoi në kursimin e 54.000 orë punëve për tatimpaguesit. Paraplotësimi i deklaratës së të ardhura personale DIVA 2025, e cila po deklarohet aktualisht, rezultoi në kursimin e 36.000 orë punëve për tatimpaguesit, duke bërë deklarimin më të thjeshtë. Digitalizimi i vërtetimit të pagës vjetore, i cili rezultoi në kursimin e 1.5 milion orëve pune për tatimpaguesit. Ministri Malaj tha gjithashtu se do të funksionojë ulja me 20% e aksizës së naftës, nëse çmimi e ka përcen 220 lek për litër.